a janë tekstet aktuale, muzikore, një fenomen, një ngacmus, një indikator shumë i rëndësishëm për të kuptuar nëse ky adoleshent ose adoleshente qoftë ka një lloj varësie nga tekstet vulgare, jo brutale, të vrazhda, jo etike, jo të duhurat për moshën dhe kategorinë moshore që ata kanë që i përkasin, është kënga një referencë shumë e mirë që ti mund të kuptosh që ky adoleshent ka prirje që të bëhet, po themi, kriminal ose tekstet tona. Thuhet, nuk e di se sa e konstaton edhe ti si psikologe, është që një person për shembull mund të japi një lloj verdikti në varësi të muzikës që preferon. Domethënë një fëmijë i cili është i prirur të dëgjojë një muzikë më të lehtë ose një muzikë e cila patjetër që jep këto mesazhe sensibilizuese, presupozohet edhe mendoj që mund të bëhet një fëmijë mirë, ndërsa një fëmijë i cili rritet pak me ato zhanerin e rrugës edhe pëlqejnë patjetër këto muzika të cilat mund të jenë patjetër jo dhe aq të mira informuese apo edukuese. Domethënë, është e vërtet kjo në optikën e një psikologu? Patjetër që po. Përvoja klinike të bën të kuptosh që adoleshentët dhe të rinjt nëpërmjet artit formohen. Dhe kur arti është i mirë, pozitiv, krijues, ndikon shumë pozitivisht në zhvillimin e personalitetit dhe asaj çfarë ata shfaqin dhe mënyrën se si e kuptojnë botën, se kjo është shumë e rëndësishme. Një muzikë që nuk është edukuese, që mund të jetë dhunuese, që mund të jetë me përmbajtje banale, siç e thatë ju, ose por duhet të kuptojmë. Ke bërë aty djalë asaj vajzës çfarë muzikë dëgjon e para fare një herë. Duhet, jo, ajo që dua të them është kjo, duhet të kuptojmë. Kur ndikimi është kaq i madh, kemi në adoleshentin dhe të riun një boshatisje shumë të madhe emocionale, që ky boshllëk, ky boshllëk mbushet pikërisht me këtë ndikim. Negativitet, po.